Horoskopi ditor, 16 janar 2026, Dashi, sot hëna udhëton drejt majës së hartës tuaj diellore, i dashur Dashi, duke ju bërë të përqendroheni më shumë tek imazhi juaj dhe rregullat që ndiqni. Me pak reflektim, mund të kuptoni më mirë drejtimin ku po shkoni sot, edhe pse ky tranzit i hënës është praktik, është një ide e mirë të theksoni elementet jo material të një projekti, veçanërisht ndërsa Venusi dhe Neptuni formojnë një harmoni. Mund të ndjeni një paqe lidhur me të kaluarën ose të tërhiqni nga mençuria dhe përvoja juaj e brendshme, të cilat mund të aplikohen në mënyrë pozitive në punë ose marrëdhënie personale. Sot është gjithashtu një kohë kur dikush mund të flasë me mirësi për ju, ose kur mund të dëshironi të forconi një lidhje me dikë, veçanërisht me prindër, shefa ose bashkëpunëtor. Është moment i shkëlqyer për të relaksuar, për të lënë pas ngarkesën e së kaluarës dhe për të ecur përpara me më pak stres. Sa i përket financave, intuita juaj sot është më e dobishme se sa të dhënat dhe shifrat. Ndiqni ndjesinë tuaj dhe besoni instinktet për të bërë lëvizjet e duhura. Demi, sot hëna hyn në harmoni me shenjën tuaj, i dashur Demi, duke sjellë një ndikim të këndshëm, të përshtatshëm dhe bashkëpunues që ju bën të ndiheni më në harmoni me botën përreth jush. Ndikimi i këtij tranziti është i qetë dhe i balancuar, duke sjellë rehati dhe stabilitet emocional. Me kalimin e ditës, Venusi dhe Neptuni formojnë një harmoni, gjë që mund të ketë një efekt qetësues mbi ju. Sot jeni të tërhequr drejt aktiviteteve që rifreskojnë shpirtin dhe lidhjeve që ju inspirojnë dhe ju bëjnë të ndiheni të kënaqur. Shkëmbimi i ideve dhe idealëve tuaj mund të sjellë kënaqësi, ndërsa marrëdhëniet miqësore mund të fitojnë më shumë mirëkuptim dhe dëmshuri. Qetësia dhe vetbesimi juaj natyror ndihmon tërheqjen e ndërveprimeve të lehta dhe pa tension. Sot mund të ndjeni një lehtësi nga një barë e rënë, ose të shihni anën pozitive të një situate, gjë që ju bën të ndiheni mirë. Është një moment i shkëlqyer për të ushqyer një ëndër ose një dëshirë personale, dhe mësimi dhe informacioni marrin me lehtësi sot. Binjakët, sot mund të krijoni lidhje unike ose të zbuloni dimensione të reja tek një marrëdhënie ose një person, i dashur binjak. Mund të ndiheni të tërhequr veçanërisht nga thellësia e karakterit të dikujt. Me kalimin e ditës, një aspekt midis Venusit dhe Neptunit hyn në lojë, duke ju treguar anën e bukur të një situate ose personi. Mund të përjetoni ndjenja të pazakonta, por të këndshme dhe të përqendroheni tek nivele të ndryshme të përvojës. Perspektiva juaj ndaj botës duket pak më ndryshe sot, dhe kjo ju shërben shumë. Në këtë ndikim të ngrohtë dhe falës, mund të shfaqet mundësia për të riparuar një marrëdhënie. Nuk është koha për të trajtuar çështjet më komplekse, por është ideale për të krijuar lidhje më të forta dhe për të forcuar bashkëpunimin. Reputacioni juaj ose imazhi profesional mund të përmirësohet dhe mund të sillni më shumë kreativitet, imagjinat dhe idealizëm në punën tuaj. Gaforia, sot hëna hyn në sektorin e marrëdhënieve tuaja, i dashur Gafore, duke ju bërë më të fokusuar tek lidhjet dhe partneritetet. Ju gjithashtu kërkoni më shumë balancë dhe harmoni në jetën tuaj. Mund të kënaqeni duke shprehur veten në mënyra që kanë kuptim për të tjerët sot, ndërsa Venusi dhe Neptuni krijojnë një harmoni të këndshme. Ndjeshmëria juaj tërheq të tjerët, ose dikush vlerëson cilësitë tuaja të buta dhe të kujdesshme. Me njerëzit që bashkëpunojnë rreth jush, ndiheni më të motivuar në shumë fusha të jetës. Shihni më shumë bukuri dhe mrekulli në jetën tuaj, duke përfshirë njerëzit që ju rrethojnë. Mund të kënaqeni vërtet duke ndihmuar dikë sot. Gjithashtu, është një kohë e shkëlqyer për të eksploruar një interes të ri ose një temë që ju tërheq. Luani, sot forcat tuaja janë humor i bujshëm dhe ndjenja të gjalla, i dashur Luan, dhe këto mund të përmirësojnë marrëdhëniet tuaja në mënyra të bukura. Një qasje më e qetë ndaj zgjidhjes së problemeve mund të sjellë njohuri të reja dhe zgjidhje të pazakonta, por praktike. Ju mund të ndjeni kënaqësi duke kontribuar diçka pozitive në botë sot, dhe ndihma ndaj të tjerëve mund të jetë veçanërisht shpërblyese. Intuita juaj rritet për punë, kërkime dhe çështje shëndetësore, veçanërisht ndërsa dita avancon. Kjo është një kohë e mirë për të lënë pas gjërat që ju rëndojnë dhe për të ndjerë lehtësim.
Ndikimet e sotme mund t'ju frymëzojnë për të dashur rutinën ose punën tuaj dhe mund t'ju inkurajojnë të sillni më shumë imagjinat në çështjet e përditshme. Mund të gjeni gjithashtu momente për të çlodhur dhe për të shijuar vetveten. Virgjëresha, me kalimin e hënës në sektorin tuaj të gëzimit sot, ndjeni më të hapur dhe më të angazhuar, e dashur Virgjëresh. Dëshira për të komunikuar, për të afruar me të tjerët, për të ndarë ndjenja dhe për të shprehur dashurinë tuaj po rritet. Sot mund të ndjeni në një humor të këndshëm, social dhe kreativ, dhe ndjenja e dëmshurisë mund t'ju shtyjë të ndihmoni dikë që ka nevojë për vëmendje. Fokusimi te cilësitë pozitive dhe magjike të jetës mund të sjellë qetësi, veçanërisht ndërsa dita avancon, me Venusin në sektorin tuaj të romancës dhe kreativitetit që harmonizohet me Neptunin në zonën e partneritetit, mund të tërhiqni njerëz, ndjenja dhe përvoja pozitive në jetën tuaj. Është koha për aktivitete që rigjallërojnë shpirtin tuaj dhe forcojnë besimin në marrëdhëniet tuaja. Shtimi një dozë romancë ose imagjinate në jetën tuaj mund të ketë efekt terapeutik dhe qetësues. Peshorja, hëna hyn sot në shtëpinë tuaj të katërt, duke i dhënë ditës një energji të qetësisë dhe stabilitetit, e dashur peshore. Sot jeni të tërhequr drejt krijimit të një ndjenje sigurie dhe rehatie, duke ndjerë nevojën për të riorganizuar dhe qëndruar më afër vetes tuaj. Fokusi juaj është tek komoditeti dhe bukuria në jetën e përditshme, dhe tranzitet e Venusit dhe Neptunit që harmonizohen ju ndihmojnë të sjellni më shumë balancë dhe harmoni në shtëpi apo në ambientin e punës. Sot është një ditë e mirë për të mësuar nga të tjerët dhe përmes të tjerëve, duke përfituar nga përvojat e njerëzve rreth jush, ju mund të ndiheni të angazhuar pozitivisht në punë. Projekte shëndetësore ose iniciativa speciale. Intuita për çështjet e punës dhe financave është e fortë, dhe marrëdhëniet personale mund të përfitojnë gjithashtu. Një atmosferë e lehtë misterioze ju rrethon dhe mund të tërhiqni dikë që mbetet intriguar nga mënyra juaj e veçantë. Akrepi, hëna hyn sot në sektorin tuaj të komunikimit, duke ju bërë më të vetëdijshëm për nevojat tuaja për të komunikuar, lidhur, mësuar dhe ndjekur interesat mendore, i dashur akrep. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të marrë dhe ndarë lajme të mira, dhe për të vënë re bukurinë në jetën dhe marrëdhëniet tuaja. Sot keni mundësi të shprehni veten në mënyra të reja, dhe tranziti i Venusit me Neptunin nxjerr në pa aftësinë tuaj për të qetësuar dhe shëruar të tjerët përmes komunikimit. Perceptimet tuaja janë të thelluara, duke ju lejuar të kuptoni njerëzit në një nivel të ri. Është një ditë e favorshme për të rifreskuar veten emocionalisht përmes lidhjeve tuaja, për të kërkuar frymëzim krijues dhe për të shijuar një moment të këndshëm që mund të shfaqet papritmas. Besimi tek vetja juaj ndriçon jashtë, tërheq duke ju afruar gjëra të mira. Shigjetari, hëna hyn sot në sektorin tuaj të dytë, duke ju bërë të fokusoheni më shumë tek mënyrat për të siguruar stabilitet dhe rehati në jetën tuaj. Shigjetar. Me tranzitin Venus-Neptun, mund të zbuloni nevoja dhe dimensione të reja që shpesh i injoroni, duke ju dhënë një kuptim më të thellë të asaj që ju sjell kënaqësi. Sot mund të dëshironi të sillni harmoni dhe ekuilibër në familje dhe jetën shtëpiake. Perspektiva juaj është më romantike dhe idealiste, dhe intuita juaj është e lartë për ide biznesi ose mënyra për të përmirësuar burimet tuaja. Pika më e bukur e ditës është rritja e vetdijes për ato gjëra jo materiale që ju japin kënaqësi dhe paqe. Është një ditë e favorshme për të bërë paqe me të tjerët, duke përdorur dëmshuri dhe mirëkuptim. Britsjapi, hëna vazhdon sot në sektorin tuaj të privatësisë, duke zgjuar nevojën për të lënë pas, falur dhe çlodhur. Megjithatë, sapo hëna hyn në shenjën tuaj, dëshira juaj për të lidhur me botën përreth bëhet më e fortë. Sot është një moment i mirë për të hartuar plane për projekte të shkrimit, foljes apo të mësimit dhe për t'u lidhur me një person të veçantë në jetën tuaj, ndërsa Venus dhe Neptuni hyjnë në harmoni. Ndajni idetë dhe frymëzimin tuaj sot mund t'ju sjellin dobi dhe reagimet janë pozitive. Cilësitë tuaja më të dëmshura janë në fokus dhe të tjerët tërhiqen nga energjia juaj qetësuese, ndër veprimet e ngrohta dhe të paqta mund të ndikojnë shumë, duke përmirësuar humorin tuaj. Sot është më e lehtë se zakonisht të shihni anët pozitive dhe bukurinë në situata dhe njerëzit përreth jush.
Ujori, hëna sot hyn në shenjën pasues të tuaj. Dashur ujor, dhe ju jeni më të prirur të qëndroni pak në hije, të pushoni dhe të reflektoni. Ky është një moment i mirë për të përpunuar dhe kuptuar ndjenjat tuaja, dhe dita mund t'ju ofrojë mundësi për të çlodhur emocionalisht. Lëshimi i tensionit dhe frustrimit ndodh natyrshëm ndërsa Venus dhe Neptuni hyjnë në harmoni. Sot vëreni dhe vlerësoni anën unike ose magjike të njerëzve dhe situatave përreth jush. Edhe pse fokusi zakonisht është në nivele shpirtërore dhe jo materiale të jetës, çështjet praktike gjithashtu mund të përfitojnë nga një dozë më e madhe se zakonisht të imagjinatës dhe intuitës. Ju vendosni më shumë besim te intuita juaj për këto çështje dhe Peshqit, hëna sot lë sektorin tuaj të karrierës dhe hyn në zonën sociale, duke treguar se po kaloni nga një fokus serioz në një qasje më të relaksuar dhe të lehtë, I dashur Peshq. Po ashtu, tranziti Venus-Neptun nxjerr në pa anën tuaj idealiste. Sot po tërhiqni vëmendje pozitive dhe mund të jeni në pozicion për të forcuar një misi ose për të lënë pas negativitetin ose tensionin. Ju mund të frymëzoni të tjerët me intuitën dhe këshillat tuaja, ndërsa një frymë miqësore mbizotëron. Është jashtëzakonisht kënaqësi të vendosni nevojat e të tjerëve përpara të tuave sot. Populariteti juaj rritet pa mundim, thjesht duke qenë vetvetja. Një kuptim intuitiv mes jush dhe dikujt të veçantë mund të jetë në fokus. Fuqitë tuaja të tërheqjes janë në formë të shkëlqyer dhe energjitë pozitive ju mbështesin për falje dhe pajtim.